Imam Suyuti konsiderohet prej atyre dietarëve që janë enciklopedik. Është autor i qindra veprave, madje disa kanë numëruar deri në 600 vepra të cilat ai i ka shkruar. Pra, dallohet prej dietarëve tjerë për numrin e madh të veprave të cilat ai i ka shkruar. Është një prej atyre dietarëve që i janë përkushtuar me tërqenjen e tyre përpirimit të veprave. Përmendet diku se ndoshta më shumë se 20 vite, qysh nga mosha 40 vjeçare, është ndarë tërësisht nga jeta publike dhe nuk ka bërë asgjë tjetër përveç shkrimit të veprave. Ka lindur në vitin 849 sipas hijretit, ose në vitin 1445 sipas llogaritjes son. Emrin e plot e ka Abdulrahman bin Ebi Bekr bin Muhammed. Ka mbetur jetim qysh i vogël. Baba i tij ka vdekur në moshën 5 vjeçare. Por imami ynë Xhelaluddin Suyuti, Allahu mëshiroft, ka qenë i dalluar për aftësinë dhe zgjuarsinë cilën Allahu te bareke wa taala ja ka dhënë. Prandaj ende pa i mbushur 10 vite e ka mësuar tër Kur'anin përmendsh. E menjëherë pas Kur'anit ka mësuar edhe vepra të tëra, libra të tërë, i ka memorizuar dhe të cilët e kanë ndihmuar që të arrijë një grad të dijes shumë shpejt. Madje përmendet se si 17 vjeçar ka marrë lejen që ta ligjeronte lëndën e gjuhës arabe, pra ka dhënë mësim gjuhën arabe duke qenë në moshën 17 vjeçare, ndërsa në moshën 27 vjeçare ka marrë autorizimin ose licencën ose lejen që edhe të jep fetva. Dietarët kanë përmendur se Imam Xhelaluddin Suyuti, Allahu mëshiroft, ka pasur disa raporte, nëse mund t'i quaj paksa të ashpra, me disa bashkohës të tij, me disa dietar të kohës. Prandaj kjo e ka bërë që ai të izolohet dhe t'i përkushtohet shkrimit të veprave, duke lënë pas vete kështu një korpus të madh të veprave të çmuara, veprave kapitale, siç janë për shembull mesin e tyre El-Itqan fi ulumil Quran, pastaj librat El-Jami'u Sagir, El-Jami'u Kebir, pastaj librin tefsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, pastaj librin Hadith Ad-Dibaj ala Sahih Muslim ibn Hajjaj, pastaj libri tjetër në hadith Asbabu Wurud al-Hadith, pastaj libri në shkencat kuranore Esraru Tertibil Quran, pastaj libri Tadribur Rawi fi Sharh Taqrib an-Nawawi, pastaj libri Husnul Muhadara fi Akhbar Misr wal Qahira, si dhe libri Tarikh al-Ulafa. Pra janë disa libra që neve që i përmendëm sa për ilustrim, ndryshe ashtu edhe siç përmendëm Imam Suyuti, Allahu mëshiroft, ashtu si disa biograf kanë përshkruar, kam parafërsisht 600 libra të cilat i ka shkruar gjatë jetës tij. Imami ka vdekur me 20 tetor të vitit 1505 në Kairo, ku edhe është varrosur.